I kthehemi lajmit të ditës, sulmit kibernetik ndaj Kuvendit të Shqipërisë. Për të kuptuar më shumë, do të bisedojmë me Tomi Kallanxhi, që është ekspert i kibernetikës. Mi mbrëma, Tomi, atëre, çfarë përmase dhe çfarë rreziku, nëse mund të thuhet kështu, përbën sulmi i sotëm, i cili e dim që nuk është i pari, ka vite që jemi në sulme të ngjashme. E para njëherë kuptohet fakti që keqbërësit hakeruesit kishin prej ditësh që ishin futur në për sistem, sepse edhe nga rastet e tjera që kanë ndodhur në Shqipëri, por edhe në rastet ndërkombëtare, kur një sulm kibernetik ndodh, ditën që deklarohet nuk është dita që kanë sulmuar. Kështu që ata mund të kenë prekohesh brenda, kanë monitoruar trafikun, kanë kompjuar dhëna, mund të jenë online me sa u pa nga screenshotet që kishin postuar, emailet e fundit që kishin krijuar këto backupet e emaileve ishin data 5-6 mars, kështu që besoj se deri nga ajo ditë ata kanë të dhëna të përdoruesve të parlamentit, kështu që e vetmja gjë është sa adresa emaili janë marrë, si është aksesuar, kush kanë qenë viktima, sepse në këto rastesh fakti që ata kanë hyrë në atë që në gjuhën teknike quhet root server, do thotë që ka rënë prej një punonjës i parlamentit dhe është hakeruar në një email i tij ose atij është bërë një social engineering që janë marrë dhënat dhe është aksesuar nëpërmjet kompjuterit të atij. Kështu që nga informacioni që kanë nxjerrë nga njoftimi për media që kanë nxjerrë edhe parlamenti, thotë që e kanë izoluar trafikun, por çështja është pse nuk është kuptuar gjatë gjithë këto kohë që ata mund të kishin qenë të hakeruar, sepse mund të kenë qenë të monitoruar gjithë emailet, mund të jenë kopjuar gjithë emailet, kështu që në mënyrë të ngjashme, Tomi, me këtë që shpjegove që ata duhet të jenë infiltruar prej disa ditësh dhe vetëm sot e kanë bërë njoftimin, në mënyrë të ngjashme kanë përshtypjen ata u infiltruan në sistemet e Shqipërisë në vitin 2021 dhe sulmet e vërteta u shfaqën në vitin 2022 fillimisht, edhe atëherë parlamenti ka qenë pre e këtyre sulmeve. Na vjen në natyrshëm pyetja, sa jemi të mbrojtur ne si Shqipëri edhe pas disa masave që qeveria ka thënë që ka marrë në këto vite në vijim? Në fakt duket e çuditshme fakti që adresat e emailit janë të hostuara brenda në për servera të infrastrukturës shqiptare dhe nuk mbahet në një arkitekturë si pune Azure ose Outlook, me sa diun institucione si pune Spark dhe emailet e tyre i mbajnë në Microsoft në Outlook. Me sa u kuptua, emailet këtu mbajshin në një host që mund të ishte edhe brenda parlamentit, kështu që lindin shumë pikpyetje që pse duhet infrastruktura shqiptare të menaxhohet, të kenë IT të institucioneve, secili IT të menaxhojë serverin e vet. Kjo gjë e bën dhe më pak vulnerabël, edhe më shumë vulnerabël faktin që një aplikacion mund të sulmohet edhe më kollaj, sepse nëse ne mund ta centralizojmë informacionin serverat dhe sigurinë e centralizojmë. Në të kundërtën, duke pasur çdo institucion serverat e vet, IT-t e vet, siguria mund të lëri për të dëshiruar. Sa të rrezikshëm ose sa potencial mund të kenë të ardhmen hakera të ngjashëm si Homeland Justice, duke konsideruar që vjen nga një vend si Irani që në fundit është në bombardime, është i sulmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë perëndimor janë duke përpjekur që ta vënë si thua në kontroll. Tani nuk është të thënë që këta hakerat janë në Iran, mund të jenë personat që shkruajnë ose personat që dalin me këto me prononcimet për shtyp mund të jenë iranian, por ka shumë raste që shtetet të ndryshme rekrutojnë hakera globale. Në përshtetje si puna e Rusisë, Pakistanit, Bangladeshit, Indonezisë, që janë thonjza grupime hakera që kryejnë sulme të ndryshme ndaj shteteve ndryshme kundrejt pagesave dhe shqyrave shumë dha. Kështu që nuk është të thënë që sulmi të jetë kryer nga po iranian dhe qartë. Informacioni për shtyp që është publikuar mund të jetë bërë nga iranianët, thjesht këta mund të jenë një grupim hakerash rus që ose të një shteti tjetër që mund të jenë paguar për të bërë këtë lloj dëmesh. Faleminderit, ishte Tomi Kallanxhi, ekspert
i botës kibernetike. Ecim tej.